Vajza që jetoi si një qen, hante si qent, flinte si qent dhe ulërinte si qent. Kjo është historia e çuditshme, një vajze të vogël që jetoi për vite me radhë, tamam si qent. Një histori e dhimbshme, por e vërtet. Kush është rastësisht e t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Në vitin 1983, në një fshat të humbur të Ukrainës, lindi një vajzë, Oksana Malaja. Oksana nuk ishte fatin të lindte nga një nën ose nga prindër të dhimbshëm, por pati fatin e vështirë që të lindte nga prindër që nuk e çanin kokën fare. Në atë kohë, në të gjithë Ballkanin, deri në Ukrainë, pothuaj të gjitha shtetet, sepse bëhet fjalë për vitet 1980, të gjitha shtetet ishin vendet e varfra, duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Hungaria, Bullgaria, Romania, pra të gjitha shtetet ishin të varfra. Por nëse e mbani mend, në trojet shqiptare, nëna bënte të pamundurën për fëmijën e tyre. Siç ka bërë dhe për mua, nëna ime, për ju, nëna juaj. Sa ka bërë nëna juaj për ju? Të pamundurën. Ka qenë rrallë ato nëna që kujdeseshin pak. Jo se nuk kujdeseshin fare, por kujdeseshin pak. Por nëna në fjalë, këtu, kjo që do t'ju them tani nga Ukraina, mund të them që nuk mund të quhet nën, dhe do t'ju them se përse. Oksana sapo kishte lindur në vitin 1983 dhe pothuaj dhe një vjeç e gjysmë, nuk dihet se si ajo mbijetoi deri në një vjet e gjysmë, sepse nëna e saj nuk jepte për të pirë, nuk jepte për të ngrënë, nuk jepte asgjë. Madje edhe nuk e lante. Shpeshherë shkonin ata që ishin pranë familjes së saj që e lanin ndonjëherë. Dhe problemi ishte tjetri që jetonin në një periferi që kishte pak shtëpi në Ukrainë, në këtë zonë të Ukrainës. Dhe pasi ajo kishte mbushur 2 vjeç, pra fëmia, Oksana, nuk dihet se si, nuk dihet, dhe ajo shpeshherë, kur nëna nuk jepte për të pirë ose nuk jepte për të ngrënë, ajo shkonte dhe hante çfarë i jepnin qenve. E dëgjuat mirë. Pra Oksana nuk kishte për të ngrënë. Ku do hante? Dhe hante çfarë kishte dilte jashtë në obor dhe çfarë t'i gjente aty. Pra përveç ushqimit të qenve, hante ku t'i gjente. Shpeshherë e linin dhe jashtë. Harronin që e linin jashtë, sepse jo vetëm që nuk e çanin kokën fare prindrit, por ishin pianec që të dy, burrë dhe grua. Pra prindrit e Oksanës ishin tmerrsisht pianec dhe e rrihnin Oksanën nga mëngjesi deri në darkë. Megjithatë ajo ishte e vogël, ku do shkonte? Nuk dinte ku të shkonte, nuk dinte me këtë fliste, sepse nuk i kishte mësuar asgjë e ama, asgjë, as ta edukonte, as të fliste, asgjë. Dhe një mbrëmje e lan jashtë, por bënte shumë ftohtë, kishte rënë të borë dhe temperaturat ishin nën zero. Oksana shkoi tek folea e qenve, të qenit të shtëpisë. Ishin 2 qenë dhe qëndroi aty atë natë. Mirëpo ditën tjetër qëndroi prapë aty, sepse ishte ngrohtë mes qenve. Dhe kur i shkonin këta qelbësirët që u çonin për të ngrënë qenve, ajo hante së bashku me ta. Dhe prindrit e kishin parë ditë më vonë që ishte aty brenda, edhe nuk e çan kokën fare. Fare. Se çfarë bën dhe kujtuan se ndoshta është aty për një farë kohe. Pra, përveç se nuk e çanin kokën nëse vajza e tyre ishte në shtrat ose jo, nuk e çanin kokën për asgjë. Merreni mend për gjëra tjera, për ta mësuar vajzën, për shkrim, këndim apo për gjeste edhe natyrore të njerëzve. E kështu Oksana qëndroi aty për 5 vjet me radhë. Aty.
në atë shtëpizën e qenve dhe jetoj së bashku me qentë. Merreni me mend, si që thash, prindrit nuk e qanin kokën fare. As nuk donin t'ja dinin. Mirë po njerëzit rreth e rreth kujtoni se çdo gjë ishte normale. Në fakt, ajo Oksana gjatë ditëve, gjatë muajve dhe gjatë viteve, filloi që të sillej si qentë, u lërinte si qentë, hante si qentë dhe bënte edhe gjestet e qenëve, lëpijej apo vinte vërdall shtëpisë ose vërdall njerëzve. Një ditë e pa një komshi dhe e kishte parë dhe më përpara po kujtoi se fëmia ndoshta ishte aty për një kohë të shkurtër brenda foles së qenit dhe mendoi që ndoshta do dilte. E pa dhe njëherë tjetër dhe njëherë tjetër dhe njëherë tjetër dhe aty dyshoi që kishte diçka. Dhe në fund vendosi që të thërriste policinë. Shkoi policia, e morën. E quan në një orfanotrof dhe gjën e parë që bën tek orfanotrofi, kërkuan një psikolog. Dhe psikologu s'kishte ku ta kapte, s'kishte çfarë të bënte. E dini pse? Sepse do t'ju tregoj një sekret. Një fëmijë, nëse nuk mëson atë çka i mësohet fëmijës deri në moshën 5 vjeçe, kjo është shkencore, nuk është se them unë, nëse nuk mëson deri në moshën 5 vjet, maksimumi 6 vjeç, nuk ka mundësi më që të bëhet njeri. Çfarë do lloj njeriu qoftë ai, kur më nuk mund të bëhet njeri. Ajo që ndodhi edhe Oksanës. Oksana Malaja nuk u bë kurrë njeri. U munduan me të gjitha mënyrat. I bën psikologji, njerëz ju ofruan shokë dhe shoqe, jo vetëm psikolog, por edhe moshatar të saj, që të qëndronin me të për një kohë, por nuk munden. Ndryshuan shumë pak gjëra tek ajo. Sepse i humbi ajo që quhet njerëzore, pra jeta njerëzore. Dhe jeta njerëzore janë pikërisht këto gjeste të vogla, një përqafim, një ledhatim flokësh, ose ti thuash fëmijës tënd bija ime ose biri im, ose edhe sikur mos të jetë kështu, por të paktën je prezent dhe bisedon me të, pra komunikon, gjë që prindrit e saj nuk e bën kurrë. Dhe duke me qenë se ajo humbi, pra i kishte humbur komunikimin, humbi edhe në mendjen e saj zhvillimi për të qenurit njeri. Është në mënyrë shkencore, flasim këtë që është një status në mendjen e njeriut që kalon pikërisht nga mosha, nëse keni vënë re kush ka fëmijë e di këtë, fëmia nga mosha 1 vjeç, ndonjëherë ka disa që edhe piqen edhe më shpejt, edhe 8 muajsh, nga mosha 1 vjeç deri në moshën 5 vjeç, shikoni se çfarë ndryshimi drastik bën fëmia. Dhe të gjithë atë që mëson gjatë jetës me familjarët, me shokët dhe shoqet, atë e përcjell për gjatë gjithë jetës. E njëjta gjë që i ndodhi edhe Oksanës. Mirëpo Oksana u rrit nga qentë. Në fakt, atë dashuri që nuk ja dhan prindrit, ja dhan qentë. Dhe qentë e duan atë, akoma e donin, sepse qentë nuk janë më tani, por e donin atë derisa ishin gjallë qentë. Dhe kur njëri nga qentë vdiq, sepse tjetri nuk ja treguan, por kur njëri nga qentë vdiq, Oksana ka u lëritur për 11 ditë, rresht. Rresht, 11 ditë. Sot Oksana është 41 vjeçe. Nuk e ka marrë kurrë veten. Por ato vuajtje dhe ajo jetë që bëri, që mjaftuan vetëm 5 vjet aty brenda kolibes së qenit, asaj i shënuan jetën për gjithmonë. E ndryshuan totalisht. E ndryshuan sepse nuk u bë kurrë njeri, siç u thash. Dhe nuk mundi kurrë që të agregohet me pjesën tjetër të njerëzve, sepse ka klithma si qentë, lëviz si qentë, të kafshon,
papritmas të kafshon ashtu siç edhe qenë, dhe edhe pse me kalimin e kohës e mësuan që të ushqej me duar dhe të mund të komunikonte, sidoqoftë një pjesë ka kapur jo më shumë se 30% të fëmijëve që mund të kapin në atë moshë. Dhe në fakt, edhe pse sot është 40 e ca vjeqe, por truri i saj, pra truri Oksana Malajës, është jo më shumë se një fëmijë 6 vjeçar. Dhe është për të ardhur keq. Është për të ardhur keq që si ata prindër që nuk u bën asgjë në fund fare, i morën vetëm fëmijën dhe kaq, që për mendimin tim duhet i kishin mbyllur diku në psikiatri që të dy, sepse nuk janë të denjë. Nëse një njeri ose një çift nuk është i denjë për të mbajtur një fëmijë, atëherë jepjani dikujt tjetër që di që ta mbaj fëmijën. Dhe kjo është një nga historitë që më ka mbetur vërtet në mendje dhe doja ta ndaja me ju. Dhe do të dëshiroja që secili të jap mendimin për një diskutim të tillë, sepse duhet të dini që çdo gjë që na rrethon, çdo gjë, pra edhe shokët, miqt, shoqet, fëmijët, prindrit, çdo gjë që na rrethon reflekton çdo aksion që ata bëjnë dhe çdo aksion që ne bëjmë. Dhe kjo quhet jetë njerëzore. Nëse nuk ka këtë interakcion, njeriu vdes, sepse vdes truri, siç e kemi thënë. Pra, informacioni, atë që bëjmë ne çdo ditë, është themelor në trurin e njeriut. Kështu që unë do të dëshiroja një komentim tuaj dhe do t'i lutesha të shprehni një mendim edhe për Oksanën. Ju faleminderit. Natën e mirë.